Për momenti më bëndi shumë përshtypje të ty mesazhe dhe komente në lidhje me barkun për jashtë. Dhe po mendoj, duke që se njëri për komentave thoshte nuk të vjen zor, ngele me barkun për jashtë, nuk të vjen zor nga burrat, nga vjerria, nga... Okay, fine. Përjashtojmë faktin që është 2025-a. E përjashtojmë si gjë, do thoni ju nështë ka lidhje viti, po whatever. Kurioze jam se çfarë mendojnë ato për gratë shtatzan në plazh. Do thoni ju baby shower është plazh ose Instagram është plazh. Po a nuk ta shoh njësoj barkun burrat dhe vjerria dhe krushia dhe komshia, barkun dhe bota në se do ishe në plazh? Apo ne që na bishta të njenë periudhë kështu dimër, pranver, vjeshnes duhet të nxjerrin barkun. Kurse aty që i bin verë, ato mund të nxjerrin barkun, po më qëse edhe në verë së më kanë lënë të nxjerë. Do me thënë, aq shumë irritohem unë në shtatzani nga këto diskutime, nga këto komente, nga këto polemika, sa zgjedh të mos flas fare. Shtatzaninë e kaluar domethënë ka pas shumë gjëra që më kanë penguar.